që projekti amerikan absolutisht nuk ka dorë shteti amerikan, departamenti amerikan i shtetit, presidenti amerikan, nuk ka dorë. Edhe lengui terminali i gazit lëngshëm në Vlorë është pa firmën e shtetit amerikan, ka vetëm drejtësi Shqipëri. Këtë u shit si një projekt terminali i gazit lëngshëm, kompania amerikane, shteti amerikan, fare. Ambalazhi ishte amerikan, po mbrëndas. Por nuk e firmë, këtë ma tha një deputet që është brenda që ka ngritur të qeshtë. Po deshta të në jemi se nuk po plas metesh. Para vendit, Bujar Lesk ka i quhet. E kam këtu në telefon, këtu brenda, që është pa firmë amerikan. Bujari është një patriot i madh edhe po lufton për këtë kaos. Bile fatkeqësisht jam në kushte e shtëpisë, se i kam gjitha kompjutra mbrojtjet dhe më ka kërkuar dhe mendim. Po është po lufton ndoshta i vetë, sepse ata janë bërë bashkë. Thonë që është propagandë janë bashkë, po unë por shaf në mendimet e mia, më duket se PD-ja është bërë bashkë dhe për çështje kombëtare. Më duket janë bërë bashkë, janë bërë një. Vazhdojmë. Pra, terminali i lëngshëm është pa firmë të shtetit amerikan. Sazani është pa pjesëmarrje të presidentit amerikan apo shtetit amerikan. Kushner, ç'është Kushner? Një çifut, një izraelit, i cili mbasi holli të Ollëmbaqin që Sazani do ta blejë ta ndërtoj, edhe unë mos kem drejt të hyrë në Sazan, dhe do marrë dhe Nartën, do marrë dhe Zvënecin, po gjithë Milat, do marrë dhe Akërnin, do marrë dhe Pishporën, zonën e mbrojtur, e tashi e quan në si projekt izraelit, prandaj dhe thotë që Zaua do jetë izraelit, prandaj dhe tha kur ishte në Izrael, që fëmia im do jetë izraelit. Unë jam, të gjitha është ai, Bektashi musliman, katolik, të gjitha i ka ai, kjo i ngeli pa thënë, pikërisht ai ka të 6 klerikët që janë ngullit i vendit. Kleriku izraelit, kleriku ortodoks grek, kleriku turk radikal, kleriku serb, kleriku ajsa Vatikan edhe italian. 5-6 klerikët, edhe kleriku bulgar. Të 6 nuk e kanë dashur kur të mirën si populli i parë që jemi. Dhe ky tash nuk po ngjall luftra siç kanë qenë përpara, që luftoi dhe e mbaje, tani po e merr në mënyrë diplomatike. Po e merr në mënyrë gjoja komplekse turistike, gjoja ndërtimore. Ku ti plasi për ndërtimet e shtetit Izrael, i cili sot fillon me një copë stok, se si ishte Palestina. Ata e kanë modelin Palestinë, që një copë stok Palestinë që e blen. Edhe pastaj do bëhet si harta që ka qarkuar në rrjetet sociale, një hartë që po e nxora, sa po e nxora tani në Facebook. Që nuk fare pastaj s'ka gjë Shqipëri bie. Eksakt. Si është Palestina? Të marrëdhënie 100 vjet. 100 vjet. Bile më pak, 48 në këtej bie 70. Tik 70 vjet pa profesor, ju në informacionet tuaja këta janë me të vërtet izraelit pas, është ky projekt, apo janë amerikan, apo edhe ku e ka kufirin? Do të ndërpres. Se më dhim se tani jam shumë mirë vetë, jam jashtëzakonisht mirë vetë. Jam në pension, jam dinjitoz, jetoj si pritë, jetoj shumë pak, nuk kam nevojë për fitime, s'dua lekë, s'ka pato kur lekë që të kem sot, tani po e marrin vesh njerëzit. Jam pa punë, pa projekte, pa as duhet ati fare. Një sot salat s'ma heq dot ka muaj. Një sot salat dhe një sot djatë. Nuk ma heq dot muaj. Po atë mëllim se Shqipëria, kur e pyet në sa buletinit si je, unë jam mirë taj, po Shqipëria nuk është mirë. Dhe kjo që ju po thoni tani, projekte shitje amerikane, jo, sepse e di shumë mirë si ai, si greku që shpon pus, si Izraeli, e di shumë mirë që populli shqiptare do Amerikën, dhe ne e duam Amerikën. Dhe këtë është shkëgjon për të thënë që ky projekti amerikan, shqiptarët nuk ngrihen dot kundër Amerikës, as ka lidhje fare. Një Kushner, një Dhëndër, s'ka lidhje me dashin, me departamentin amerikan të shtetit. Nuk ka lidhje me presidentin, mjafton e ka vjerë, mund të bëjnë ndonjë mendim, ndonjë politikë, por nuk është shteti amerikan në këtë mes, se nuk ka firmë po tempra. Më gjej firmën e këtij projekti, po ma gjetë këtë firmë, do të edhe qoftë amerikan, do t'i themi ndal. Do t'i themi ndal, pavarësisht që kemi Big Brother, e kemi vllat madh, e kemi duam shumë. Do t'i themi ndal sepse nuk po ndërton ti, po e ble tokën, se dhe ligji i blerjes tokës. Prandaj janë të lidhura gjërat. Të vazhdoj rrjedhën. Pra, Akrënia deri në Akrëni, deri në Pishporo, vajte me tokë shqitur në Brendet. Dakord jemi këtu. Dakord.
Jemi dakord, nga Butrinki deri në Pishporo, gjithë Begdeti është i shitur. Bimë larg. A vjen në Dushti, a është i shitur ke Arabi, ke Dubai. Arabim, kemi portin e Dushtit, porti i parë në botë, e kemi thënë bashkë kaq herë, edhe ai jepet për një port i parë në botë, kthehet në vepra urbane, që Zoti po i fundos. E kemi thënë kaq herë, po i fundos me 1 metër dhe po i fundosi është në keqje tërmet. Që do të thotë edhe Zoti nuk bie dakord me këto ndërtime që janë monstruoze në toka të lëngëzuara. Dhe unë kam thirrë projektin tim në vitin 99 me 15 shkencëtarë shqiptar, ku e drejtoja s'ka rëndësi, e drejtoja unë si Instituti Naftës, por në Institutin e Naftës isha unë përgjegjësi në atë kohë dhe drejtoja projektin që zonat Divjak, Semër dhe Durrës janë 3 zona që rrera zhytet. Dhe është më keq se tërmeti, se tërmetin e prish, i bën një bazament fort, bëj çat Dushti, ajo do zhytet prapë, bile sa më shumë ta ndërtosh me beton, aq më rënd dhe aq më shumë zhytet. Pra, Dushtin ai po e kthen në një port urban. Dubai, edhe emrin e ka Dubai Durrës, 3 vjet e para. Se 3 vjet e tjera, apo 100 vjet e tjera, do jetë vetëm Dubai, vetëm fillimisht, që ta hash ti edhe unë, e ta ha edhe unë, Dubai Durrës. Pastaj do jetë Dubai, iku dhe Durrësi ushit, Dubai, po Durrësi me gjithë rrethina. Pastaj vjen porti i Porto Romanos, që po bëhet. Ai do jetë port ndërkombëtar. Edhe ai s'ka për të ndërtuar, sepse prurja e sedimenteve që vinë nga Shkumbini, kalojnë Karpenin, përplasen kepin e Pallës dhe ndalojnë ke porti. Edhe ai s'ka për të ndërtuar. Zoti do ndihmoj. Ai s'do punoj kur, se i duhet qofse në Durrës ndryr njëherë në 20 vjet që sedimentet e fundit detit, që ta thelloj ta mbaj detin thelluar, aty do la bëj 3 herë në vit. 3 herë në vit ai duhet ndryr për të hequr erën ke porti i Porto Romanos. Pra, për ne, për ata, është tokë e shitur. Vjen Lezhë, në Gjadër. Atje në Gjadër, tokë italiane, i cili e vënë në dispozicion që vjet një objekt i NATO, si që është aeroporti, mund të vësh për NATO, mund të vësh të një tokë për ambasada, reciproke që më dhe tokë në ambasadë, të lash tokë ambasade, që lejohet me kushtetutë, e shkele dhe kushtetutë në tuaj. Dhe ndërton një lloj gjendje toke italiane për afrikan, që italiani do thotë, ky për mua, ky për ty, ky për mua, ky për ty. Dhe ti do pajisësh me afrikanë të gjitha ngjyrave dhe llojeve. Ata që janë bruto kativo do rinë në Shqipëri, ata që janë bono merr Italia për vetveten. Iku dhe toka e gjatë, ushit Lezhë. Pastaj ke Rjollin, i cili Rjollin ai kërkon ta bëjë resort ndërkombëtar. Edhe i thotë aty që ju s'keni tokë. Pra i dëbon dhe këta nga Rjolli. Por po vajti Rjolli, që u ndërtua, prishte gjithë Velipoja. Pra shkodranët që kanë komplekse turistike në Velipoj, sa sipërfaqe zihet 1 milion metra katror në Rjoll, 1 milion metra katror deti do shkatroj pronat e shkodranëve. Prandaj thirrje, o shkodran, kujton ti si e jashtë këtij ndikimi që po ndodh në Rjoll, ti mund mos kesh pronë aty, po ti do të shkatrohet pronë aty. Edhe kur të nesërmen, qofse dita e parë mbaron betoni i Rjollit, që ndërtohet platforma, dita e dytë deti do vjen në drejtim të Velipojës, ku janë pronat e shkodranëve që sot e quajnë veten të qetë, të sigurt, s'ka problem Rjolli, s'është toka jonë, s'është puna ime, s'është interesi im. Jo, është interesi i gjithëve. Iku dhe Rjolli ti. Bunën e merr Malizi pra, buna. E ndërton Malizi kryevepër nga anë e Malizi. Nga anë jonë është pyll, gerçe, që nuk ndërton gjerë, si e qa mendimi ka për atë. Mbaroj Bregdeti. Ndërkohë që ai del dhe sot dhe thot që kjo toka është private. Po aty do ndalesh, sepse ai thot është justifikuar